Bordi i Transparencës vendosi që çmimi i tavanit naftës të jetë 203 lek për litër në të gjitha pikat e shitjes me pakicë, ndërsa benzina do tregtohet jo më shumë se 175 lek për litër. Vendimi hyri në fuqi prej orës 18:30 të sejtes dhe duhet të zbatohet nga të gjitha bizneset e tregtimit të hidrokarbureve deri në mbledhjen e radhës së Bordit të Transparencës. Prej disa ditësh në të gjitha pikat me pakicë të karburanteve në Tiranë dhe qytetet e tjera, nafta tregtohej me 214 lek për litër, ndërsa pati edhe raste kur u shit me 217 lek për litër, ndërkohë pas vendimit të Bordit të Transparencës. Kjo është situata sot në terren e Elbasan. Çmimi i hidrokarbureve në vend u rrit si pasojë e luftës në lindjen e mesme, që solli mbylljen e ngushticës së Hormuzit nga iranianët, duke shkaktuar krizë në tregjet globale. Lufta e SBA Izraelit me Iranin solli rritjen e çmimit të naftës së papërpunuar, e njohur si Brent, duke ndikuar në mbar botën, përfshirë vendin tonë.